E ka thënë alayhi salatu wassalam, më i miri për juve është më i miri i cili jo me gruën e vet. Çfarë kuptimi më i miri se gruën e vet? Që e shkon më shpesh të duan në WhatsApp, jo. Çka shpërndan më shumë lula, jo. Cili jo vëzëraj? Ai i cili kujdeset më mirë për gruën e vet, çfarë kuptimi? Ai i cili sillet në karakter dhe në përgjithësi dhe në të drejta mas mirë me gruën e vet. Por çfarë arsye? Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri rahimahullah, sepse familja i sheh të meta çka si shohin të tjerë. Apo, ti kur dilsh me njerëz të tjerë, ruhesh, mbahesh, apo e mbledh veten, e mbledh komt, e mbledh gjuhën, edhe nuk çojnë hakikat. Kur shkojsh te shtëpia i hek krejt. Apo, edhe shlohesh në karakter, te shtëpia i origjinal. Apo, e ka thënë alayhi salatu wassalam, ai kur shihet në origjinal, si të jetë i mirë, ai edhe me tesh ai mirë. Pra, gruaja jote ti sheh këtë karakterin. Këtë karakterët, aje e ti qëfar gjuhë ki hakikat, aje e ti shumë diplomat, aje e ti politikan, aje e ti që di me fol në tregti, aje e di që ti në qajtore ruësh, ama ajo thot qka, po unë e një tjetër e njo, ju se njifni, unë e njo një tjetër. Për këtë asyjo dhe zër, Allahu Gjellia ka po për nga mesam 9 gra. Tut nëntat për njëherë kanë thanë, nuk ka më të mirë se për nga mbele alayhi salatu wassalam. Pse? Se ta e kanë pa dhe zër, e kanë pa mrejna në shpi, e kanë pa si silët, e kam posë farë karakteri ka. Për këtë asyve zë nëse gruaja dëshmon jashtë emocionit, e dikush normal se çdo grua dëshmon për me rujt autoritetin e burrit vet. Por nëse dëshmon se ky burr edhe mrena nuk shau, edhe mrena nuk përdor fjalë dita, edhe mrena kur kush nuk e sheh, është i sjellshëm, ka karakter, ka moral, ta di se jashtë edhe më i mirë. Ta di se jashtë më i mirë. E mirë, pika e dim dhe zërsena. Për nga nësa më konë më i miri për ketëve, ka thënë alayhi salatu wassalam, unë silna mas mirë ti me gratë e mija. E pse me gratë e mija standart për të mirën e tina? Sepse kur unë në shpi silna mirë. A mund të parëmë në jashtë? A mund të parëmë në jashtë? Po kur shpi unë shlona me grujën. Pra në kuptimin nuk ruën, a ki pa njëzë nuk ruën me grujën e vetë. Dhe zakonisht, si kur ka përmen Ali e Shukaniu rahimahullahu teala, në librin e tij Nailul Awtar, ka thënë ka disa prej muslimanëve, të cilët kur janë me njerëzi rrinë but, flasin mirë, diplomat, kur shkojnë të shtëpia shëndrohen në tigra. Po, mos i fol tash tina se keni janë nervoz. Pse mos më fol valla? E po shka hinë në shtëpi kallzon? Po shka u martove fillimisht? Nëse gruaja jote nuk e gjen ngrohtësirë, nëse gruaja jote ni muhabet s'e bën me tije, nëse gruaja jote nuk e ka ni